Në studio i ftuar është profesori ose historiani dhe profesori në Universitetin e Prishtinës Durim Abdullah, Zoti Abdullah, mirë se erdhe. Mirë se vini, faleminderit. Gjithashtu në një linje të drejtë për drejtë do ta kemi edhe Sabit Istogun nga Skenderaj, i cili në atë kohë ka raportuar, ka qenë gazetar dhe ka parë nga afër gjitha zhvillimet që kanë ndodhur më 5, 6 dhe 7 mars. Përshëndetje Zoti Istogu. Përshëndetje edhe për ju në studio. Faleminderit shumë për kohën edhe për gatishmërinë. Po nisim me juve, si ka qenë në atë kohë raportimi për këto 3 data me 5, 6 dhe 7 mars? Po, raportimet kanë qenë shumë të vështira, por unë kisha fatin që isha në një afërsi rreth 1 kilometrë në vija ajrore me lagjën Jashari dhe kisha një telefon në shtëpi dhe nga shtëpia ime nuk mund të dukej se çka po ndodh, por dëgjoheshin të shtenat, dëgjoheshin krizmat, shihej flaka, shihej tymi, shiheshin zhurmat, kështu që isha në një afërsi më të afërt dhe po thuaj isha gazetari i vetëm që isha në brendin e rrethit të ushtrisë dhe policisë serbe këtu në Skanderaj. Po, përveç kësaj afërsisë, pra e shinit edhe atë çfarë po ndodh, apo jo, sulmi në kullat e Jasharëve? Nuk e shinim, sepse mësmeje edhe lagjes ose shtëpive ishte një bregore që nuk me linte të shihte, por mund të dëgjoja, mund të i dëgjoja krizmat e dyanshme dhe zhurmat aty këtu në pak, dhe jo vetëm mund, por askush nuk ka mundur as të shoh dhe as të di se çka po ndodh në brendin të lagjes Jashari, pasi që lagja ishte e rrethuar në mënyrë të hekurt dhe askush nuk mund ta dinte saktësisht se çka po ndodhte në brendin të lagjes Jashari. Por që unë kisha fatin nga qatia e shtëpisë ime, pak më lart, të shihja tymin, të shihja flakat, të i dëgjoja krizmat, të i dëgjoja të shtenat nga topat, nga autoblindat, por edhe në anën tjetër nga të shtenat dhe lufta që po e bënte Adem Jashari, ishte e kuptueshme kjo se ishte një luftë e dyanshme. Dhe pra nga kjo shije që kishte themi ushtria dhe policia serbe artilleri të rënd, një varohen me tanke dhe mjete tjera ushtarake që ishin në këtë luftim me familjen Jashari. Po, ishte e rrethuar në mënyrë të hekurt lagja Jashari, mirë po që ishte e rrethuar, domethënë lagja Jashari ishte edhe një rrethim i disa kilometrash i gjatë nga klina e epërme e deri në palac, ishte një rrethim preventiv që absolutisht që ndokush të mos i ofrojë ndihmë Jasharëve, kështu që gjithçka ishte e përgatitur për atë sulm dhe ishte pamundur që as të shikoje, as të dëgjoje dhe as të ndihmoje familjen Jashari, kështu që ato 3 ditë të luftës së Jasharëve kanë qenë edhe nuk ka pas mundësi të di askush se çka po ndodh aty, por ne që i dëgjonim të shtenat dhe u mundonim sadopak të shihnim diçka, e dinim se tragjedia mund të ishte e madhe. Po, kërkojmë qëndrësh me ne, do ta vazhdojmë diskutimin edhe në studio. Zoti Abdullah, pra 3 data të rëndësishme, siç po e përshkruan edhe Zoti Istogu që ka qenë në afërsitë asaj. 5, 6, 7 mars, çfarë përkufizojnë sot për Kosovë? Janë data kapërcyese në kulmin e përpjekjes të shqiptarëve të Kosovës për të çliruar prej Serbisë, prej Jugosllavisë, pjesë e cilës kanë qenë në mënyra të ndryshme gjatë gjysmës së dytë të shekullit 20. Është një periudhë kur shqiptarët kanë qenë në komunitet etnik më i shtypur, më i diskriminuar, më i nënpërfaqësuar dhe më i shfrytzuar ekonomikisht në Evropë pas luftës së dytë botërore. Në 2 vitet 1989 deri në 91, në Kosovë është instaluar një regjim i apartheidit nëpërmjet politikave të segregimit prej regjimit të Miloševićit në atë kohë, ka qenë edhe mbetet i vetmi regjim realisht i apartheidit në Europë dhe si për ironi si thosh të historisë, është instaluar pikërisht në kohën kur kanë qenë ditët e fundit të regjimit të apartheidit në Afrikën e Jugut. E gjithë ajo periudhë pak a shumë gjysmë shekullore e Kosovës nën Serbi
kam rri kulmin gjatë viteve 90 të shtypjes, të shkeljes lirive dhe drejtave të njerëzit. Mos harrojmë që gjatë gjithë viteve 90 raportimet për shkeljen e lirive dhe drejtave të njerëzit janë të shumta, ka vrasje, ka arrestime arbitrare, ka burgosje politike, janimori historisht në fakt të tjera të viktimave në rrethana të ndryshme, të cilat një pjesë prej tyre sikur janë harru, janë të vrarët në për demonstrata, veçanërisht prej 89-s. Pak po përmenden. Po, sepse ngjarjet e luftës i kanë lënë në hije. Madje edhe vetë historia e familjes Jashari, e grupeve të para që më vonë do të përbashkohen në themelimin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, kanë histori të gjatë, veçanërisht gjatë viteve 90. Por kulmi i tyre stush në mars të 98-s, mandej ka bërë që të njihen më pak ngjarjet e viteve 90. Është një ngjarje absolutisht kulminante, po them edhe një herë, në përpjekjen në rezistencën armatosur të shqiptarëve të Kosovës për të shtliruar prej Serbisë në gjysmën e dytë shkullnëse. Edhe këto origjinon edhe vetë stush rrëfimi diskursi për krijimin e shtetit të Kosovës pastaj. Keq ka pasu, më pastaj. Po, në gjykimin tim është një histori tepër e suksesshme dhe sot ka qenë shumë kënaqësi kur sheh se është bërë tashmë prej vitesh pjesë mirëfilli e protokollit të shtetit, do thotë nderimi i epopejës ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kjo është duket që historia pak a shumë harrohet, por në Kosovë është duke ndodhur paktën sa po shihet, pra çdo vit që po kalon, shumë a shumë pjesëmarrës, shumë a shumë prezencë edhe të qytetarëve të moshave të reja, themi të njerëzve tjerë edhe jashtë Kosovës, një shtim i njerëzve të Shqipërisë që vinë dhe nderojnë themi sakrificën Jashari. Apo ndodh kështu, apo vetëm duket nga numri i vizitorëve, që duket që për çdo vit edhe kthehet rekordi i vizitave. Po, mendoj që është duke u shtu vazhdimisht, siç në radhë por vëmendja ndaj kësaj historie. Për shkak të studimeve të mia, unë kam pas rastin e dalë shpeshherë në terren atje dhe me bo madje edhe anketa me vizitorët, edhe madje në një ditë të zakonshme të javës ka qindra vizitorë. Edhe përfitoro si është në ditë fundjavave e veçanërisht në ditë shënume që janë ditët e epopejës ose për vitorin e pavarësisë, për vitorin të çlirimit në qershor apo 28 nëntorit në fund të vitit. Ka shumë njerëz që nuk kanë pas rastin me vizitu Prekazin. Prekazi është sot për sot përbashkim i dy arsyeve pse njerëzit e vizitojnë. Në radhë para i vend është mirëfilli është sakralizuar, është shenjtëruar. Do thotë njerëzit shkojnë edhe me 10 herë me vizitu. Ka prej atyre një pamë në kronikën që ju transmetuat më herët që mund të kenë shku qysh prej vitit 2000 tutje, do thotë, po vazhdojnë me shku çdo vit dhe jo vetëm në datat shënuara, po shkojnë edhe në ditë siç tjera të zakonshme thjesht për të nderuar, për të bërë omazhe tek ai vend. Po. Zoti Istogo, doja të kthehesha tek ju, më intereson cila është lidhja juaj ose çfarë lidhje keni tjetër me familjen Jashari, përveç që në atë kohë pra keni qenë ose keni jetu në një afërsi me shtëpitë e tyre, por edhe lidhja tjetër qoftë emocionale, familjare. Po gjithherë, edhe para luftës, domethënë, edhe gjatë luftës, edhe pas luftës, lidhja jonë, edhe familjare, edhe emocionale, ishte e fuqishme, ajo mbetet edhe sot, sepse familja Jashari vazhdon të mbetet simbol i rezistencës, simbol i luftës, simbol i lirisë dhe i pavarësisë së Kosovës, familje që shkriv gjithçka, që dha gjithçka, deri edhe fëmijët për këtë ditë të sotme, për këtë të ardhme të vendit tonë, dhe vërtet ata meritojnë çdo lavdat, çdo respekt për sakrificën e tyne dhe për guximin e tyne. Po para luftës, realisht para se niste kjo lufta e madhe, kjo betejë e madhe, frontale, por edhe në përballje direkte me forcat serbe. Cila ka qenë përshtypja për familjen Jashari, një urit për familjen Jashari, për komandant legjendar Adem Jashari, për atë që do të vinte më pastaj nga duart e tij dhe të anëtarëve tjerë të familjes? Po, që nga rezistenca Tahir Mejës, do me thënë kur ra Tahir Meja me babajnë e tij,
une kisha lidhje edhe me familjen, po ishim pjesë e gjeneratës së parë të gjimnazistëve në Skënderaj me Hamzën, pastaj me Hamzën kishim edhe shoqëri tjetër, ishim pjesëmarrës në disa pjesë teatrale, kisha një shoqëri dhe një lidhje të mirë, shpesh kam qenë edhe në familjen e tyre, po edhe ata, dhe aty Hamza me ka thënë se në një ditë ne do ta përjetojmë fatin e Tahir Mehës. Dhe që nga ai moment, unë gjithherë kam pas të ngulitur, sepse rasti i Tahirit edhe rasti i familjes Jashari ndryshojnë, sepse familja Tahirit ishte 5-6 anëtashe, kurse familja Jasharive ishte 30 anëtashe. Ndryshe do të ishte tragjedia këtu në Prekaz, këtu në familjen Jashari ndoshta edhe ndryshe te Tahir Meha. Mirë, por në 30 dhjetor të 91-shës ndodhi rrëthimi i parë i familjes Jashari nga forcat policore serbe këtu në Skënderaj në orët e para të mëngjesit. Dhe fatbashkësisht kur e kam dëgjuar të shtenat, kam kuptuar se aty është organizuar një rrëthim i familjes Jashari dhe të them të drejtën se isha në presion të madh, sepse ajo që me kishte thënë Hamza më herët, ajo kishte filluar të ndodhë. Kemi shkuar në një bregore, si për lagjës Jashari, kemi shikuar ngjarjen, aty kam takuar një njeri dhe e kam pyetur se din gjë për Jasharët, me ka thënë se Basari Fat, Hamza dhe Ademi e kanë qarë rrethimin dhe ndodhen tek Mehaj. Atëherë jam liruar shpirtërisht, sepse kam besuar që nuk do të ketë tragjedi ajo ngjarje. Mirë, po pas asaj ngjarjes kanë ndodhur edhe ngjarje tjera dhe që nga ajo ditë 3 pjesëtarë të familjes Jashari kanë jetuar në jashtë shtëpisë, në përmis, në përshok dhe kanë bërë organizimet e para të ushtrisë lirëtare. Themelet e para i kanë organizuar dhe çdo ditë më shumë shoqëria tyne, mandej përgatitja e tyre në Shqipëri për luftë ishte e pritshme kjo punë dhe erdhi rasti i 22 janarit të vitit 98. Në rrëthimin e rastit të 1988-ës ndodhi një blitzsulm nga diverzantë e ushtrisë serbe në orën 5 të mëngjesit. Atë ditë për fatin e tyre kishte ndodhur, ishte Ramazani, ata agjeronin që të gjithë dhe thuaj që të gjithë ishin të zgjuar kur ndodhi sulmi dhe ai sulm ishte shumë i shpejtë dhe kishte qëllim që në atë sulm të kapej Hamza, Ademi dhe Basashaban dhe kështu të shuhej rezistenca e tyre, por ajo nuk ndodhi. Ndodhen disa dëme materiale, u plagosën 2 vajzat e shtëpisë, një plagosje jo e rëndë dhe që atë ditë u pa qartë se kjo do të vazhdoj edhe të tje mirë, por ajo ditë ishte një orë historie për të gjithë nxënësit, për të gjithë qytetarët e Skënderajt dhe të gjitha fshatrave të tjera, sepse vizitat në familjen Jashari vazhduan nga 22 janari e deri me 5 mars, kur edhe filloi lufta e ashpër, lufta që vërtet ishte tragjike, por që ishte motivuese edhe tutje, edhe ajo rezistencë, edhe pse u vran familja Jashari, gjithsesi se ushtria shërimtare e Kosovës nuk u shua, por u masovizua. Dhe gjitha këto zhvillime ose këto histori ndodhi, pra i keni përmbledhur edhe në një libër, Rruga e Lirisë për Jasharajt. Po, rrugët e Lirisë është e përmbledhur të gjitha këto dhe them të drejtën se Prekazi ishte burimi të gjitha luftras në vitin 1912 Adem Jashari, në vitin 1945 ishte lufta e Hashim Lushtakut, ku në lagjën Kodraj u ekzekutuan apo disa oficer të ushtrisë atëhershme serbe që po luftonin në Drenis. Në vitin 1989 ndodhe rezistenca e Tahir Mehës, kurse në vitin 1988
ishte lufta e jasharëve që vërtet ju vuri kapak të gjitha luftrave dhe të gjitha rezistencave për liri dhe pavarësi, por natyrisht që u desh një sakrificë e madhe. Po. Zoti Abdullah, pra e rëndësishme është historia, apo jo, dhe historia më pastaj që shkruhet, përveç që mund të asaj dhe në këtë aspekt, pra është një prej themi sakrificave më të ralla në botë, ose nuk ka një shembull të tillë të asaj se si një familje sakrifikon për lirinë e vendit. Sa ka arritur të përshkruhet pikërisht kjo histori në libra, në dokumente? Sepse shpesh flitet për këtë qysh ende s'kemi ta zëm një film ose një libër që e përkufizon gjitha çfarë ka ndodhur. Të përmasave më të madhe, sepse libra sigurisht togu ose të tjera ka shumë që shkruan për historinë e re të Kosovës. Po, në radhë parë është mirë që kjo histori është shumë e dëshmuar dhe shumë e dokumentuar. Shumë prej vetë aktorëve të saj janë gjallë dhe janë të qasshëm. Shumë nga ata të cilët më nuk janë gjallë kanë lënë dëshmi ose u janë marrë dëshmi në mënyra të ndryshme, veçanërisht në një periudhë të caktuar, në një periudhë 6 javore, nga 22 janari kur ka ndodhur aksioni i parë, aksioni i dytë ndaj familjes, më 22 janar të 98-s dhe deri në fillim të marsit të 98-s është një periudhë 6 javore kur në familjen Jashari ka pasur një lloj vrulli si thoshte ekipeve të gazetarëve edhe vendor për ndërkombëtar, dhe veçanërisht të ekipeve televizive nga Austria, nga Gjermania, nga Rumania, madje ka patur të cilët kanë realizuar kronikat ndryshme televizive dhe kanë marrë intervista të disa prej atyre njerëzve të cilët pastaj do të vriteshin në gjatë luftimeve të fillimorësit të 98-s. Është një histori shumë e shtrirë edhe në kohë, me shumë ngjarje, me shumë personazhe, me shumë njerëz. Një pjesë e këtyre ngjarjeve sigurisht duke qenë që fundja janë histori mes njerëzish, kushtimisht po them privat, në kuptimin që në jetën e tyre të përditshme kanë qenë njerëz të zakonshëm, po të cilët për shkak të vullnetit të tyre të madh, për shkak të edukimit të tyre jo formal dhe formal, për shkak të patriotizmit të tyre, kanë vendosur se tush të marrin përsipër një mision që ka qenë çlirimi i vendit i Kosovës prej Serbisë në dekadën e fundit të shekullit 20. Besueshëm për rrethonat në cilat ishte Kosova populli i saj. Këta njerëz kanë vepruar realisht kundrejt, gjitha gjasat kanë qenë kundër tyre në varfërme, që është edhe një prej shpjegimeve pse kanë qenë të pak në numër. Janë njerëzit nuk është se kanë besu tek suksesi eventual si tush i kësaj rruge. Ka disa tekste, disa libra të shkruar për këtë ngjarje ose që përmbledhin dëshmi si tush të kohës. Kemi një përmbledhje me intervista të botuar nga zëri në 2003 në mos gaboj, me 5 prej anëtarëve të familjes, që është një burim i drejt për drejt i dorës të parë. Kemi librin e Agjit Sabit, që po shfrytëzoj rastin me përshëndet në këtë rast me që jemi bashkë sot këtu. Kemi 2 libra të tashmë të ndjerit Ibrahim Qitaku, i cili ka ndruar jetë para disa ditësh, i cili ka pas fatin me i taku dhe me intervistu nga afër disa prej të mbijetuarve dhe të familjarëve dhe banorëve të Përkazit në ditët edhe javët e para pas zhvillimeve të marsit të 98-s. Por nuk ka një studim gjithë përfshirës, kështu çfarë jo, si tu shpytet, kjo për arsye të kuptueshme, zakonisht kërkohet një lloj distancë kohore edhe për identifikimin e burimeve. Kjo histori në disa pjesë të saj është dokumentuar edhe me dokumente arkivore. Le të kujtojmë që Ademi është dënuar 3 herë në mungesë, do thotë nga sistemi gjyqësor i kohës, edhe dokumentacioni njihet, paktën pjesërisht me sa di unë, po një prej burimeve më të rëndësishme unë mendoj janë burimet audiovizuale, të cilat kanë mbijetuar me bollëk. Video dhe fotografi që shkojnë në disa qindra sësh. Pastaj gjithë kjo histori nuk është thjesht histori e njerëzve për të kuptuar historinë e jasharëve të Përkazit, që është historia vetë ushtrisë kombëtare të Kosovës, duhet njohur edhe kontekstin historik të kohës, do të rrethonat e kohës, zhvillimet politike, zhvillimet sociale të kohës, të viteve 90, po edhe më herët. Duhet po cila ka qenë jeta le të themi e përditshme në një fshat
kosovar në gjysmën e dytë të shekullit 20. Sepse nuk mund kuptohet ndryshe nëse nuk shohim se si kanë jetu këta në përditshmërinë e tyne dhe çka i ka shty ata me ju bashku si tush kësaj kauze dhe me këthy në fakt në një farë misioni të tyne që rezulton mandej sukses shumë. Po ajo që ka shumë rëndësi është që kjo histori për fatin tonë, po them të mirë, është shumë e dëshmuar edhe është shumë e dokumentuar. Në studimet e mia për historinë e luftës së fundit të Kosovë kam pasur rastin e fatin edhe profesional dhe personal të takoj, të konsultoj, të intervistoj e të marrë materiale për i shumë njerëz që në mënyra të ndryshme janë të përfshirë në këtë histori, qoftë si aktor të saj, qoftë si dëshmitar, qoftë për shkak të lidhjeve familjare, profesionale e kështu me radhë. Dhe kemi pastaj shtypin e kohës, ka qindra artikuj në gazetat vendore, po edhe ndërkombëtare. Ta zëm vetëm 3 ditë para sulmit në Prekaz, më 2 mars, historia dhe mjasharit ose figura e tij mbri nëpërmjet një interviste në New York Times. Ka pas një ekip të gazetarëve që ka intervistu Hamzën në fakt në ditët e para të shkurtit në Prekaz. Edhe aty ka ato fjalët që tash janë legjendë vete. Po, disa prej fjallëve, me që intervista ka qenë të e shkruar, të është artikull i shkruar, po ka këto për cilat ju po flisni, takojnë në fakt një ekipi televiziv austriak, i cili ka intervistu Hamzën në obor në mes të shkurtit. Po thëmë njëherë periuda 6 javore nga rrëthimi parë, nga rrëthimi 2 tek rrëthimi 3, është një periudhë ku për fat mirë, fakti që ka pas shumë ekipe të gazetarëve që kanë shku dhe kanë bo kronika televizive për aksionin e 22 janarit, ka bo që me prodhu shumë materiali cili për fat mirë është rujt, është arkivu edhe është i disponuar shumë për studimin. Po. Zoti Istogu, krejt në fund, sepse jemi në fund të kësaj pjese, por doja t'ju pyesja sepse përmendet pak më herët pra disa prej atyre që u ka thënë Hamzi Jashari gjatë kontakteve me të paraluzet. Çka mbani mend diçka tjetër që është e rëndësishme pra pikërisht që shpërfaqet themi gatishmërinë e tyre për rrugën që kanë zgjedhur, edhe për atë që me çfarë dëshmimi nuk kthehen prapa. Çka ka diçka që mbani mend edhe që vlen se të më rikthy? Po, gjatë asaj periudhës të 22 janarit edhe 5 marsit vinin vizitorë të panumërt në Prekaz dhe të gjithë ata i priste Basa Shaban në kullën e tij, po edhe Hamza ndodhej aty dhe mbaj mend që kur një njeri i tha Basa Shaban që ka qenë mirë të i largoj familjarët nga shtëpia, se që pristet në çdo kohë ndoshta një sulm që mund të ketë pasoja të rënda, mirë, por Basa Shaban i tha atij që edhe po të dua të i largoj, asnjë nga ata nuk duan të largohen nga shtëpia, sepse ne për të shtëpisë tonë nuk kemi kur shkojmë dhe të gjithë janë të vendosur të rezistojnë. Edhe një rast tjetër, Ademi, i përcillte të gjithë, po thuaj të gjithë vizitorët dhe të gjithë atyre i porosiste që të jenë të gatshëm, të armatosen, sepse ajo që u ka ndodhur Jasharve sot mund të ndodhë në krejt Kosovën dhe kështu të jemi më të përgatitur. Po, dhe krejt në fund, zoti Abdullah, pra duke qenë edhe historian, duke i ditur etapat shumë të historisë njerëzimit, të popujve, të kombëve të ndryshme se si ka rrjedhur, ku themi mund të radhitet një histori e tillë, një populli për liri dhe për pavarësi, me këta prezë themi për ta realizuar një diçka që duke e pamundshme. Unë mendoj që një nga qëllimet ndoshta që do ta kemi qoftë në si shoqëri ose si shtet është që këtë histori të mos e lëmë si një ngjarje lokale. Mendoj që vlerat e saj janë universale sepse këta njerëz kanë luftuar në një luftë të drejtë, edhe për atë që është stush paradigma më e madhe që ka shpik njeriu gjatë gjithë historisë që është ideja e lirisë. Liria është parakushti i gjithçkaje, parakushti që ofron mundësinë për një jetë si tush autentike. Dhe vlerat e kësaj historie nuk janë vlera të cilat mund të kultivohen vetëm pi shoqërisë e pi kombit ton, po në besoj që janë vlera universale, cilat njësoj si që mësojmë në përbot të azëm për revolucionin në Francë,
ose për revolucionin e Amerikën Latine, për historinë e tyre të çlirimit apo për kujt luftën civile në Spanjë kështu me radhë, mendoj që po të njëjtën vlerë universale ka dhe historia e figurës Adem Jasharit, e grupeve të tij të armatosura dhe gjithë organizimit për luftën çlirimtare të Kosovës. Faleminderit shumë zoti Abdullah që ishim mysafir në raport. Dhe juve për bisedën.